Dhe ne kemi shumë zjarë brenda nesh. Edhe pikërisht kjo që bëjmë ne në praktikat e jogës, janë frymarrjet e zjarit, janë meditimet që ne, atë zjarin, elementit e zjarit që kemi brenda, ne e shtojmë në trupin tonë. Edhe pastaj jemi energjik, jemi vital, nuk kemi nevojë për stimulimet jashtme. Cila është një formulë, tani, frymarrja? Frymarrje. Quhet një frymarrje... Pozënohu, Alma? Kapalabati e quajnë, ose frymarrje zjari. Këtu ne krijojmë një trysnit e barku, dhe ajri del me presion nga hunda. Frymarrja është normale, frymëzjerja është me presion. Edhe kjo do ndikoj në krijimin e zjarit të brendshëm. Largon toksinat nga trupi, hapen kanalet e energjisë, energjia qarkullon lirshëm, largohen mendimet nga mendja, që janë të akumuluara aty që kanë format, strukturat e veta. Gjithashtu një teknik tjetër është teknika Tumo, që bëjnë... Se po mësojmë. Bëjnë murgjit në Tibet, që rezistojnë në temperatura deri në -30 gradë në Himalaja. Kjo është pak me avancuar, këtu filloj marrim frymë me hund, thellë, dhe nxjerrim me gojë. Këtu bëhen diku te 25 përsëritje të frymës, pa ndërprerje. Alban, më falë, po frymon se s'po të dëgjoj. Dojë që s'po merë frymë. Kështu frymoj. Oke, kështu frymon.